Përgatisim porosit e para. Porosit e sotme është kjo tjetra, edhe këto të dyja. Këtu do them vetëm emrat, nuk I kam shkruar akoma adresën. Është e zotit Mirat dhe e zotit Ismail që do shkojnë në Itali dhe kjo është e zonjës Lori që do shkojnë në Vlorë. Çfarë dua të them me këtë? Dua të them me këtë faleminderit shumë që besuat. Të paketojmë porosinë e radhës. Këtë herë Libi do shkojnë në Tiranë. Ka shkuar edhe një herë tjetër, se era dy që shkon në Tiranë, se herën e fundit e kishim në Shkodër. Pra kjo është zarfi. Të marrim edhe një libër. Libri që është I ri. Edhe do ta futim te zarfi. E hapim këtu, edhe do ta futim tek zarfi. Nga që jam duke punuar me një dorë. Këtë herë nuk do ta mbyll zarfin, sepse herën e shkuar, kur shkova për ta postuar, ma hapi ajo për të pasur çfarë kishte brenda dhe kësaj herë nuk dua që të më prishet prap zarfi, do ta lej të pambyllur. Okej? Do ta shkruaj pastaj këtu emër dhe mbiemrin e personit. Po them vetëm emrin, quhet Ester, po Ester do ja çoj mamet vet që jeton në Itali. Dhe lexim të mbar. Nëse edhe ju doni të keni librin tuaj të italishtes, që kam shkruar unë, mund të shkruani një mesazh në kurse italisht Doriana Zisi në Facebook ose në Instagram kurse italisht online Doriana Zisi. Faleminderit.